Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjen reformimi i Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, drejtuar nga Erben Taravari, pas dorëheqjes së sekretarit përgjithshëm Blerand Ramadani jep dorëheqjen dhe sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Informacioni për dorëheqjen e bëri të ditur Yzairi përmes rrjeteve sociale. Shfryzoj këtë rast për të përshëndetur me respekt të gjithë bashkëudhëtarët e mi dhe ata që ngritën këtë lëvizje duke i dhënë çdo ditë energji. Në të njëjtën kohë me sinqeritet kërkoj falje për çdo gabim apo dhimbje që mund të kem shkaktuar gjatë rrugtimit tim në Aleancë. Shkruan mes të tjerash ish sekretari organizativ Gadaf Yzairi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike është kundër nismës së mazhorancës për ndryshimin e kodit procedurës penale. Deputeti Belit Këlliçi cilësoi ndryshimet propozuara nga socialistët si përpjekje për të garantuar imunitet për veten dhe ministrat e tij. Sipas Këlliçit, kjo lëvizje bie ndesh me frymën e luftës kundër korrupsionit dhe përbën një hap pas për Shqipërinë, duke rrezikuar barazinë para ligjit. Ai deklaroi se me këto ndryshime kryeministri dhe anëtarët e qeverisë synojnë mbrojtje të posaçme gjatë ushtrimit të detyrës, çka sipas tij vendos mbi qytetarët dhe mbi ligjin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas paraqitjes në prokurorinë e posaçme deklaroi se mes të tjerave është marrë në pyetje dhe për burimin e të ardhurave me të cilat është bler nafta që sipas tij është përdorur për organizimin e foltoreve. Kjo ka lidhje me dosjen Partizani, ish xhelati i sigurimit të shtetit, Arben Kraja dhe Altin Troplini, pra kanë futur në hetim naftën që ka përdorur Sali Berisha në deputet, që ka një kuptim kjo, për të bërë foltore. Ndërsa nuk munguan dhe komentet për nismën e socialistëve për ndryshimin e kodit të procedurës penale. Ai është nen që prek të ardhmen e çdo shqiptari. Ai është nen që dënon çdo qytetar shqiptar me mbylljen e dyrëve të integrimit. Ne jo që s'do ta votojmë, por ne do ta kundërshtojmë atë në mënyrën më të fuqishme dhe 20 shkurti do të jetë dita e kryengritjes madhe kundër korrupsionit. Me 23 shkurt të caktuar data për mbledhjen e Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin për të marrë në shqyrtim kërkesën e SPAK për imunitetin e deputetes Belinda Balluku. Mbledhja do të zhvillohet në orën 10 në drejtimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi. Po ashtu konfirmohet se në seancën plenare të 5 marsit parashikohet votimi i raportit të Këshillit. Balluku akuzohet për disa vepra penale lidhur me abuzimet në tunelin e Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Fillon shqyrtimi i buxhetit 2026 në Kuvendin e Kosovës. Ministri i Financave Kuran Murati tha se ky dokument financiar parashihet të miratojë më 31 tetor të vitit kaluar, por në mungesë të një kuvendi funksional dhe në mungesë të konsensusit ai nuk kishte miratuar. Ministri i Financave i Kosovës u ndal tek kategoritë në të cilat do të shpenzohet buxheti. Paga dhe shtesa 980 milion euro, mallra dhe shpenzime 545 milion euro, subvencione dhe transfer 1 miliard e 358 milion euro dhe shpenzime kapitale 998.4 milion euro apo 807 milion euro të financuara nga granti dhe buxheti i rregullt, si dhe 100 milion euro të financuara nga klauzula e investimeve, tha Murati përpara ligjvënësve. Kreu i grupit parlamentar të lëvizjeve vendosi Arbëria Nagafsi tha se përkrajnë projekt ligji për buxhet të vitit 2026. Sipas saj, ky është buxheti më i madh që ka pasur ndonjëherë vendi. Për Nagafsin, buxheti adreson kujdesin për gjithë sektorët, departamentet dhe të gjitha shtresat e qytetarëve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.